Seanca në apelin e GJK-s për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj ka zgjatur për 3 orë gjysmë. Në nisje të seancës, avokati Veliajt Artur Selmani ka paraqitur qëndrimet mbi provat e reja të paraqitura nga SPAK. Dy prokurorët e posaçëm, Olz Dado dhe Altin Dumani, ishin gjithashtu të pranishëm në sallën e gjyqit. Vendimi për rastin e Veliajt do të shpallet nesër në orën 10. Veliaj ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për mediat dhe ka deklaruar se nuk ka asnjë sekret në biseda telefonike që ka bërë me familjarët e tij nga paraburgimi. Ai ka kundërshtuar pretendimet e prokurorëve dhe ka theksuar se është mbajtur 1 muaj në izolim për të gjetur prova të reja të cilat ai quan të pabaza. Veliaj ka shpërthyer gjithashtu kundër sulmeve të Sali Berishës ndaj SPAK, duke kërkuar që këto sulme të merren në konsiderat si prova të reja. Keni sjell prova të reja? Kërkoj të sillni kamerat dhe kjo seancë të jetë e hapur për mediat. Sillni mediat që t'i deklaroj publikut dhe para tyre përgjimet e kryera ndaj meje. Nuk kam asnjë sekret në bisedat telefonike me familjarët e mi nga kabina e burgut. Më izoluat 1 muaj në burg që të gjeni prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe akuzoi si organizatë kriminale. Çfarë e gjeti? Pse nuk u konsideruan provat e reja sulmet e Berishës ndaj SPAK? Veliaj thotë se është mbajtur për 1 muaj në izolim, që të ngjiten prova të reja, ndërsa sjell në vëmendje edhe deklaratat e Sali Berishës, i cili ka kërcënuar hapur SPAK-un dhe prokurorët, duke i quajtur organizatë kriminale. Po çfarë ndodhi Saliut? Ka pyetur Veliaj në sallë, duke thënë se sulmet e Berishës nuk u konsideruan asnjëherë prova të reja. Ndërkohë, avokatët e të akuzuarit për korrupsion, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushit kanë kërkuar heqjen e masës së detyrimit për t'u paraqitur, duke cilësuar masën si të papranueshme dhe të paplot. Kryebashkiaku Veliaj është akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash në bashkëpunim me bashkëshortin e tij Ajola Xoxa, e cila është duke hetuar në masë detyrim paraqitje.